Debat mes Ronaldos dhe Aldos. Gjatë një interviste ish banori i Big Brother VIP Albania, Aldo është përplasur me opinionistin Ronaldo Sharka pasi ky i fundit ka thënë skuq referuar regjisorit. Ish banori ka kërkuar Ronaldos t'i shpjegoj kuptimin e fjalës së thënë ndaj tij, pasi sipas Aldos ky etiketim i është vendosur nga mos profesionalizmi i opinionistes së Big Brother VIP Neda Balluku. Të vit turp, ke përdorur diçka që nuk ja di kuptimin, je tamam ignorant, i është kthyer Marku opinionistit. Gjithashtu ai shpreh i zgënjur pasi thekson se ata të dy njihen nga jashtë dhe se Aldo e ka ndihmuar në periudhën kur Ronaldo ka pasur nevojë për ndihmë. Nuk e prisja nga ty, duhet të më mbroje, të thoje e njoh nga jashtë dhe nuk është ashtu siç thuhet, u shpreh Aldo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.